Shoqata Bereqeti Dega në Gjakov ka ndërmarrë aksione humanitare që nga fillimi i këtij muaji për shkak të gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Abdurrahman Bejtullahu nga kjo shoqatë ka treguar se që nga 1 marsi deri më tani janë shpërndarë më shumë se 500 pako ushqimore për familjet në nevojë. Dega Bereqeti në Gjakov, në koordinim bashkinë islame të Gjakovës, nga data 1 mars dhe më sot, 20 ditë radhazi, ka kalu numrin e 500 pakove ushqimore për familjet që kam në qytetin tonë. 350 pakove ushqimore kemi marrë nga komuniteti që është kuvajtian, duar të arta, ndërsa pakot tjera na vijnë dita ditës nga diaspora një pjesë e madhe dhe qyteti i Gjakovës, duke falendëruar bezdisjet e ndryshme që kemi në komunën tonë. Një për donatorëve kryesorë që kemi tash sa kohë është kompania Familja Dyla. Gjendja është normale falë Zotit, panik normalisht nuk kemi, lutim Zotin që ta ruan stafin ton sepse ko pas ko makinat po del zakonisht natën po i bëjnë shpërndarjen që mos e pas kontakt shumë me popullatën. Po ashtu, kjo shoqatë në Gjakov që nga fillimi i muajit e deri më sot ka shpërndarë 3 ton miell, ndërsa ka bërë shpërndarjen edhe të pajisjeve higjienike. Ndihma kryesore që kërkojmë në këto momente është mielli, dhe ne deri më sot e kemi shpërndarë mbi 3 ton miell, kurse higjienike kemi një sasi begit mirë. Pako ushqimore jone fillon nga 3 litra vaj, 5 kg sheqer, 25 kg miell, 5 paqeta makarona, ka shpageta, ka sallama. Kemi dikon 15 artikuj të ndryshëm, të cilat marrën fotove keni mundësi të dërgojmë pa pas, se shihni domethënë live. Dhe besoj që për një muaj me lejen e Zotit, për një familje del sa të dush. Kujtojmë se në Gjakov ka filluar edhe prodhimi i maskave për mbrojtje nga infeksioni me COVID-19, ku deri më tani janë shpërndarë 600 maska falaz. Ne kemi vetëm pallomat e larta për momentin që kemi gjetur për magazinat i blejmë dhe pallomat e terne, dhe të njëjtën kohë kemi marrë disa dezinfektues, po nuk kemi pas asi më të madhe. Ajo që është i mirë Dega Bereqeti tash e 5 ditë, me disa xhamatlitë e saj që i ka filluar të prodhon dhe maska. Për ata që nuk kanë të holla mi pas më to, dhe me sot e kemi shpërndarë mbi 600 maska, dhe jemi kontakt, sepse është një familje vogël që janë 3-4 anëtar që po mundohen të punojnë në emër të kësaj dege, falë Zotit, bëra mirësi dhe ata. Synimi i shoqatës Bereqeti në Gjakov është deri në fund të këtij muaji të bëjë shpërndarjen e 1000 pakove ushqimore. Lutim Zotin që deri në fund të muajit, që mban situata mirë, të arrisim numrin e 1000 familjarëve, 1000 pakove ushqimore, me ato mundësit që i kemi dhe premtime që po na thrasin njerëz kohë pas kohe, dhe besoj sa do pak të 1000 pako për komunën tonë, ulim pak gjendjen ekstreme që ne ka mundësi ta quajmë, por kjo mundësia jonë.